Në Shkodër është përkujtuar 35 vjetori demonstratës së 13 dhjetorit 1990, një prej ngjarjeve të rëndësishme të kohës. Një grup shkodranësh mposhtën frigën dhe rrëzuan bustin e diktatorit Enver Hoxha, të vendosur përpara ish-komitetit të partisë. Ceremonia bëri bashkëpërfaqësues të shoqatës 13 dhjetori dhe deputet anëtar të Partisë Demokratike, ndërsa shumë prej protagonistëve të asaj dite fatkeqësisht nuk jetojnë më. Përsëri jemi në një diktaturë dhe çdo gjë është e kapur nga partia shtet, u shpreh Ervin Gjini, kryetari i shoqatës 13 dhjetori. Si çdo vit na përkujtojmë lëvizjen e madhe që ban qytetarët e Shkodrës, ditën kur thyn frigën dhe i ran grushtin e fuqishëm bustit diktatorit. Sot bën 35 vite, shumë prej pjesëmarrësve nuk jetojnë më dhe ju çojmë një dritë paqen, dhe ramet paqen ato që nuk nollen sot midis nesh. Qytetarët e Shkodrës së bashku me rinin atë ditë 35 vite më parë shkuan në para bustit dhe me vendosmëri dhe me çdo mjet arriten për me zhgull nga Shkodra. Shpresojmë që asnjëherë, edhe pse po ka tentativa, simbolet e asaj diktature, simbolet e të keqes shqiptarëve mos kthehen më. Na prep jena në një diktaturë, çdo gjë është e kapur nga partia shtet, ashtu siç ishte 35 vite më parë. Sot ne përkujtojmë trimnin e atyre burrave dhe grave të qytetit tonë dhe evokojmë atë ditë që të rikthehet prapë në zemrat dhe në shpirtin e shqiptarëve. Demonstrata e 13 dhjetorit filloi te gjimnazi Jordan Misja, ku ju bashkuan studentë dhe të rinj të tjerë duke marshuar bashkërisht në qendër të qytetit ku rrëzuan bustin diktatorit. Për këtë ngjarje u ndaluan 78 persona, prej të cilëve 42 arrestuan.